Ky po ik, po mshefet mrena mandatit të kryeministit, po ik nuk po shkon se e din kusht, e din sa fell është i shytën. Ky edhe njerëz rreth tij dhe sistemi që po i bën. Akuzat e njerëzve të tij është që sistemi i drejtësisë është i kapur nga pushtetet e kaluara, Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, hiç. Unë kur njët s'ko marr pjesë, nash, një kafe, tash një instancë prokurorisë, atë sistemi gjyqësor. Ndoshta se ka patur për ju. Kur s'm ka ra më marr me kësi temash. Kur njët. Në shanë unë e shoh pe pozitës time që kam qenë kryetar qeverie. Me lëshu prodhimin 211 MW e di pse. Me ra 200 MW veç mi prodhu Kosova e di pse. Megavati që prodhu Kosova i lirë. Qaj megawatt nuk detyron me rritë çmim. Ja u ka shtu edhe 16% çmimin qytetarëve të vendit për me vjedh halo elita e tij. Kjo është diçka reale, kjo ka me u dokumentu, një ditë a një tjetër ka me dalë, gjyqtarët ka me qitë, prokurorët ka me qitë. Që 3 herë në rritë çmimi i energjisë. 3 herë radhëzi. Se i ka të pangopshëm, nuk po i ngijen. Ata që i ka bo, nuk po i ngijen. As di që janë të boa, ku janë të i qua ato fara. Po nuk po i ngijen. Së është rritja e çmimit nga rrethana ndërkombëtare, zoti është ka zbritet çmimi i energjisë në rajon edhe në botë, edhe në Evropë, ka zbritet, ju lutem. Vetëm të natë u rrit edhe herë. Edhe vetë një arsye pse ka rrit është. Pse duhet me fitu shta që i blenë, shta që i ka klubi i tij. Zoti Haradinaj, a do t'jeni kandidat për president? Jo, nuk jam. Nuk jam kandidat për president. Jam deputet në Parlamentin e Kosovës, punoj për qeverinë e opozitës. Kur vjen çështja e zgjedhjeve të presidentit, pas një kusht, do ta ndihmojmë zgjedhjen e presidentit të ardhshëm vendit. Çfarë formule duhet kërkohet për president? Siç formula i takon subjekteve politike me gjetë zgjidhjen. Po. A është mënyra e duhur që kuvendit ta bëjnë një gjë të tillë, apo të krijohet edhe më tutje, jetë edhe një moment për ta krijuar një blokadë eventualisht shkojmë zgjedhje? Unë mendoj që ka mundësi mu gjetë një formule përbashkët që mu zgjedhë presidenti me votë në parlament, po nuk e preashtoj edhe shkuajnë zgjedhje. Asë njëherë që është zgjedhja funit, si kur tani në shësgjejmë zgjedhje, do të përfundojmë zgjedhje, ndërsa do t'ishtë edhe mirë në një moment caktuar ne edhe me ndryshu kushtetutën tonë për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që presidenti zgjedhët direkt nga qytetarët. Po, ajo për atë të duhesh... Edhe kjo nuk do t'ishte një ndryshim i madh i bazës ligjore për zgjedhje, që do ndryshoj vetëm neni për presidentin, ose presidentin, misionin e presidentit, nuk kem nevojë me ndryshu kompetencat, s'kem nevojë me hyne, me prish sistemin ton parlamentar, edhe të ndarjes pushteteve, po vetëm zgjedhjen e presidentit me bë direkt nga qytetarët, ashtu si ndodh me kryetarët e komunave. Periudhës fundit e kem parë një afërsi më të madhe me zonin Osmani, presidentin Osmanit juaj. Ndoshta e kam kështu si vështrim, ndoshta e kam edhe të gabuar, nuk e di nëse ka diçka në komunikim. Është situatë pak e ndihshme në Kosovë, ne nuk kemi misione tjera. Edhe nëse e dobësojmë misionin e presidentit tej mase, i bojmë sherr ekzistencës tonë. E një të knaqur me punën e saj si presidente? Jo, ne kemi shumë vrejtje në qëndrimet e saj, unë kam shpresuar që ajo me kohë do ta ballafaqon Kurtin me drejtimin e gabuar, me agjendën e gabuar, ka pas disa raste, si rastin e herë kur e ka kërcënuar për proteza, kur nuk i paguaj ke protezat e invalidëve, ka pas edhe raste tjera që ato janë të mira. Mi po komendu që ajo të shkon shumë ma direkt në esencë të asaj, se çka ka ndodhur Kosovës në udhëheqjen e Kurtit dhe realisht jam i zgënjur me faktin që ajo nuk e ka marrë një pozicion të qartë, ballafaques me atë që e ka kriju vetë. Keni pritur të jetë më e rrept në raport me Kurtin? Unë mendoj që i ka borxh Kosovës presidentja me e ballafaqu Kurtin, me të këqija që pia bë Kosovës është edhe krijuese e tij. Se ka qenë barë që e listës ti, është partnere e koalicionit atëhershëm, edhe i ka taku edhe ja ka bërë vendit me ballafaqu me pasoja që ja ka bërë vendit. A këja, subjekti juaj që ju e drejtoni, njihet për shtrirjen horizontale më shumë se sa vertikale, pra në raportin e komunave, ne jemi në vit zgjedhor dhe po bëhemi gati për zgjedhjet lokale, ndoshta pas 6 muajve nëse presidenti ja vendos natyrisht në bazë të kompetencave të saj dhe afateve ligjore. Është bërë gati aleanca për
zgjedhjet lokale dhe a do të garoj me kryetarët aktual, të cilët i ka shembull në Gjakov, në Suharek, në Klin, në Rahovec, në Deçan, me të gjithë të njëjtit? Dikun si mandat, nga data në datë, dikun rreth 18 nëntor, është data kur përmbyllet mandati ekzistuesi kryetarëve aktual të komunave në gjithë vendin. Pra, mund të jetë orientimisht 18, 19, 20, aty pare ose kurdo që presidentja pas konsultimit me partitë politike i shpas zgjedhjet. Ne kemi pas nderin, t'ju shërbejmë qytetarëve në disa komuna, edhe atë unë besoj me respektin më të madh kryetarët e komunave. Njerëzit që kanë marrë pjesë në proces të shërbimit ndaj qytetarëve kanë bërë me nderin më të madh, me përgjegjësinë më të madhe, ku edhe me një cilësi të mirë, të pranuar nga qytetarët, po edhe nga shumë palë tjera, të vlerësuar edhe në planin e transparencës, planin e qeverisjes mirë. Edhe kemi nderin të vazhdojmë me garu në Gjakov, me kryetarin Ardian Gjini, në Rahovec, me kryetarin Smajl Latifi, në Suarek, me kryetarin Bali Muharremaj, në Klin, me kryetarin Zenun Elezi, në Deçan, me kryetarin Bashkim Ramosa, po ashtu ne shpresojmë shumë që do ta fitojmë të drejten me ju shërby qytetarëve edhe në disa komuna tjera, ne dikur kemi udhëheqë edhe me Jonikun, shpresojmë që do të na japin qytetarët drejten me shërby qytetarëve të Jonikut në konceptet tona zhvillimore, të Pejës, të shumë komunave tjera në nivel të vendit, pra që të mos bëj diskriminim veç regional, edhe jemi të interesuar se ne që shëdini dhe bashkëqeverisim disa komuna, për shembull Ferizaj, kryetari i asamblesë është i aleancës, bashkëqeverisim me Gjavizariqi, bashkëqeverisim Dega jon me Agim Aleun, ka dhe komuna tjera plot bashkëqeverisje, pa shpresojmë qytetarët do të na japin mundësinë me ju shërbyje me një qeverisje të mirë. Thatë se nuk jeni të interesuar, nuk jeni në garë për president, nuk jeni në garë për kryeministër, a jeni të interesuar të vazhdoni edhe më tutje zoti Haradinaj si kryetar i Aleancës për Armërinë e Kosovës, apo do t'i alëshoni rendin dikuj tjetër si pyetje e fundit në këtë intervistë? Në këto postet institucionale, unë nuk i ki përgjësit, se po ndëgjoj plot që po thojnë s'ka gatishmëri, unë i kisha marrë përgjësit edhe sot kryetarit qeverisë. I kishit marrë? Po, me mi besu opozita, me mi besu PDK, LDK, sot i marrë. Edhe e di çka i dash me bo, e di që solet, shumë vështirë ka me qenë. Problemi më i madh është me rehap një kanal të komunikimit